Nga mediat SPAK-u këtë denoncimin për kontratën e Partisë Demokratike, pse fjala vjen nuk e pa plugun ku ishin miliona euro, vetëm një drejtori i tërmetit kishte 18 vetëm në bashkinë e Tërmet-Peçet dhe 66 milionë euro të tjera e njëjta firmë. Lëvizjet e SPAK nuk synojnë dënimin e Partisë Demokratike, synojnë dëmtimin e Partisë Demokratike, synojnë dëmtimin e demokracisë shqiptare. Janë lëvizje që synojnë ndërhyrjen të drejtë për drejtë në fushat elektorale, që të krijohet një perceptim qytetarëve sikur çfarë kanë bërë këta. Jo, ne kemi ndjekur hapat ligjor, siç janë hapat ligjor Shtetit e Bashkuar, nuk kemi bërë hapat e tërthort që bën Edi Rama me fondacionet Soros dhe të tjerë, ne kemi ndjek hapat ligjor që e drejta të shkojë aty ku duhet dhe e vërteta të bëhet e njohur. Kaq që thjesht. Edhe neve nuk do të japim, unë përmbrasin nga aspekti politik tashmë, jo në aspektin e gazetarit apo të informuesit që ju duhet ta bëni, në aspektin politik, neve kemi pak ditë fushat përpara, duhet të përqendrohemi tek fushatat, duhet të qëndrojmë tek fushatat sepse kjo tregon se ne jemi në rrugën e duhur të përçimit të mesazhit të thyrjes së gjithë kësaj mjegullore kur të zgjohemi ne me 12 maj, do na duket sikur jemi zgjuar nga një ëndër e keqe. Do themi vetë si e kemi pranuar kaq gjatë, se gjithë ato gjëra që thoni ju janë të merren mend kur i dëgjon. Por do vi një ditë që do jenë veç se një kujtim i hidhur, po do jetë vetëm një kujtim dhe që të hapim kapitullin e Shqipërisë madhështore. E qartë, megjithatë më kujtove zgjimin e 12 majit, unë dhe Romini do zgjohemi shumë herë